President të ri apo zgjedhje të reja. Edhe 6 ditë kanë mbetur nga afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës. Anëtarët e familjes Jashari kanë mohuar se kanë ndonjë synim për të kandiduar për postin e presidentit të Kosovës, pavarësisht deklaratës së konjufsës se një përfaqësues i kësaj familje mund të siguronte një konsensus automatik në skenën politike. Murat Jashari ka theksuar se familja Jashari i takon të gjithë shqiptarëve dhe se nuk duhet të përfshihet në përpjekje të zakonshme politike. Sipas tij, një përgjegjësi e tillë do ishte e mundur vetëm në situata të jashtëzakonshme, siç mund të ishte një kërcënim serioz për kombin, por jo në kushte të zakonshme politike. Ai ka nënvizuar se nuk dëshiron që emri i familjes Jashari të përdoret për motive politike. Një qëndrim të ngjashëm ka mbajtur edhe Bekim Jashari, i cili ka shprehur mbështetje të plotë për këtë vendim dhe ka shtuar se nuk ka asgjë për të thënë më shumë. Refuzimi i qartë i dy figurave të njohura të familjes Jashari vjen në një moment kur Kosova duhet të zgjedhë presidentin e ri brenda një periudhe të shkurtër për të shmangur mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme. Në këtë kuadër lind pyetja kryesore: a ka kryeministri Kurti një plan të dytë për zgjedhjen e presidentit? Me afatin kushtetues që po afron, do shihet nëse Kurti dhe shumica parlamentare do arrin të gjejnë një kandidat të pranueshëm për të gjitha palët, ose nëse vendi do kalojë në një tjetër krizë politike dhe do shkojë drejt zgjedhjeve të reja.